Edhe i porosita kalamajt 100 herë, mos ma prekni baklavan, sa të bëj një foto për Instagram e për Facebook. Po jo, nuk marri vesh. Ka ngërën qerekun e baklavas, por gjithsesi unë doja t'rregoj. Kjo është baklavaja ime për këtë vit, nuk e kam bo vetë, sepse bëra kadaifi, si që keni pa, prit, ju a t'rregoj unë. Ja, ku është, prit, mos mërziti baklavasi, këtu t'kemi, prap. Këtu kam kadaifin, e kam bo me dur të mija me kanel, sa të mire, kam bo me kanel, me shërbet, me limon, e kam qa. Dhe ku e lam, që po thoja unë, okej, qa keni të bo për vitneri, keni bo përgatit, keni bo ne oshin e gjë, qa keni bo. Unë për vetën time qas kam bo byrek, e kam tu, kam me speca, nuk rjet pa speca djath, saltkosi, salat, gjitha e kam bo, mishin e kam këtu, gjelin qa është, edhe kam e bo jufka, pilaf, përshesh, gjitha kam për i bo. Po juve qa keni bo për vitneri? Po jure keni përgatit një gjithë mirë, shkuri këtu në komentet qëfar keni gatuar për darkën e vitit të ri dhe qëfar përgatitjesh keni bërë. Edhe qa keni bërë kadaif, baklava me arra pa arra, shkojni, edhe që shikoni këtu jam duke përgatit tavolinën. Shkojnë që se nuk në keni follow akoma këtu në TikTok, bëni follow se do dalin video tjera, edhe gjithashtu në Instagramit tim Berdolika, ju dua shumë. Unë ndërkohë do haj pak baklava. Suar.